Mungesa e konsensusit edhe në sallën e parlamentit mes majorancës dhe opozitës për reformën administrative territoriale rrezikon zgjedhjet e ardhshme. Është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili jep alarmin se qeveria është duke bërë reformën edhe pa marrë parasysh mendimet e të zgjedhurve të saj vendor. Ka dhe zëra brenda vetë Partisë Socialiste, bile edhe kryetar bashkisht të njohur të Partisë Socialiste që e kanë kundërshtuar këtë reformë dhe janë pak a shumë qëndrimin tonë. Kërkohet vetëm vullnet nga majoranca për të bërë një reformë të rëndësishme, ashtu siç duhet bërë dhe në bazë të kushtetutës dhe të kërkesave të kushtetutës. Nëse nuk do të bëhet kjo, rrezikojmë që në Shqipëri mos kemi zgjedhje. Paloka i mshon ide se reforma administrative fsheh një reformë elektorale. Sipas tij, përfaqësuesit e majorancës ju referohen zgjedhjeve, teksa flasin për reformën administrative. Duket edhe nga deklarimet të ministrit Çuçi se këta janë vendosur të ecin përpara në mënyrë të njëanshme me ato që e quajnë reformë territoriale, por që në fakt është vetëm një ribërje e hartave elektorale. Deklarojnë zgjedhjet e ardhshme lokale ne do t'i bëjmë me këtë hartë. Pra, kur flasin për reformën, flasin për zgjedhje. Përfaqësuesi më i lartë i demokratëve në parlament rikujtoi se kërkesa e tyre për të ulur në tryezën e reformës ishte konsensusi në sallën e parlamentit. Ne kemi kërkuar të ulemi në tryezë mbasi të merreshin vesh për konsensus në parlament dhe jo një ulje formale në një komision që pastaj do të bënte siç donte majoranca, pra thjesht për figurë. Asnjëherë nuk është pranuar kjo kërkesë jona, pra që konsensusi të shtrihet dhe në sallën e parlamentit. Bile ka pasur deklarata nga kryeministri dhe nga përfaqësuesit e tij që ne në fund do bëjmë atë që kemi menduar. Demokratët kanë kërkuar që reforma administrative territoriale të ketë në bazë të saj decentralizimin dhe më pas rritjen e kompetencave të njësive vendore që do të sillnin zhvillim më të madh në bashki e komuna. Rëndësishme ashtu si